Bankat janë në kushtet e një pravambetje që po e kërcënon progresin e sektorit. Deri në fund kësaj dekade, Shqipëria të jetë cashless dhe të gjitha transaksionet financiare të jenë digjitale. Deri në fund të kësaj dekade, Shqipëria synon të shkojë drejt një ekonomie cashless, ku shumica e pagesave dhe transaksioneve të kryhen në mënyrë digjitale. Kryeministri Edi Rama e ka përshkruar këtë si një objektiv të arritshëm që do ta lehtësonte ndjeshëm jetën e përditshme. Sot, megjithse pagesat elektronike janë rritur, shqiptarët mbeten ndërmjet të lidhurit me paranë fizike. Ideja nuk është eliminimi total i keshit, por ulja e ndjeshme e përdorimit të lekut letër. Në praktik, pagesat në dyqane, lokale, hotele, taksi apo shërbime publike do të kryheshin kryesisht me karta, QR kod dhe aplikacione bankare përmes sistemeve të pagesave të shpejta. Sipas shoqatës shqiptare të bankave, keshi ka një kosto të lartë për ekonominë, rreth 1.7 deri 2% të PBB-s, ul transparencën dhe ushqen informalitetin i cili vlerësohet 30 deri 40%. Për të përshpejtuar kalimin janë miratuar ligje për shërbimet e pagesave, janë licencuar institucionet e paras elektronike, është përparuar open banking dhe janë bërë integrime me sisteme si SEPA dhe AIPS Euro. Ministria e Financave ka hartuar 12 masa në 3 shtylla: nxitje të pagesave digjitale, përmirësim infrastruktura apo kostosh dhe edukim financiar.